Asëmbledhja e jashtëzakonshme për bartjen e mjeteve prej 28 milion eurosh nga viti 2024 në vitin 2025 nuk sjellë qetësi në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Edhe kësaj radhe seanca u bojkotua nga VV dhe PDK, të cilët kërkuan të mos vazhdohet seanca pa prezencën e kryetarit të Prishtinës përparim Rama. Shefi i Asamblesave të Vetëvendosjes Gëzim Sveqla kërkoi që kjo pikë rendit të ditës të kalojë në mbledhjen e rregullt, e cila është e paraparë të mbahet më 2 qershor. Megjithatë, as deviza vetëvendosje e as një asamblesë nuk mundet me ndihmu përparim Ramës, nëse ai nuk dëshiron vetes me ndihmu. Është e pakuptimt që ne të diskutojmë për projektet e përparimit pa qenë përparimi këtu. Ne kemi shumë pyetje për gjithë ato projekte, për ato kode të cilat na janë prezentuar me materialin të cilin e kemi pranuar përmes e-mailit, dhe po e përsëris me gjithë respektin për gjithë drejtarët që janë këtu, është zoti Rama ai që duhet t'ja përgjigjet që ne i kemi. Duhet t'ja përgjigje në pyetjet që ne i kemi. Prandaj, me sa e kuptova dhe nën kryetarin, nuk bëhet fjalë për vonesë, por zoti Rama sot nuk do t'jetë në seancë. Prandaj, si lëvizje vetëvendosje, po sa të përfundon këtë diskutim i asamblezëve, cilin do ta dëgjojmë me vëmendje, nëse deri në këtë kohë zoti Rama nuk na bashkangjitet, atëherë nuk kemi çfarë të diskutojmë ose çfarë të vazhdojmë seancën. Të njëjtën gjë kërkoi edhe shefi i grupit të asamblesave të PDK-s Leo Tremeret Koceri. Unë mund ta kuptoj deri diku se cilat janë arsyet që ju ka vendosur juve si nën kryetar. Por as ju nën kryetar, as asamblesë nuk kanë peshën e barazvlefshme me kryetarin e komunës, i cili ka përgjegjësi për bartjet buxhetit, për buxhet, për punën e tij si kryetar i komunës. Andaj me qëllimin e mirë, edhe pozitiv, për qytetarët e kryeqytetit, unë kërkoj kryesues që të marrim një pauzë dhe të kthehemi me arsyen pse mungon kryetari dhe me informata shtesë se kodi buxhetor që po bartën mjetet, nga cilat mjete po bartën, kemi nevojë për shkak të transparencës të dimë se në cilat kode buxhetore po shkojnë. Përkundër kësaj, nën kryetari i Prishtinës Florian Dushi ftoi asamblesën që të vazhdohet seanca. Kryetari objektivisht e kishte të pamundur me qenë sot në këtë takim, i cili është thirrë mbi bazën edhe të rekomandimeve që kemi marrë nga Drejtoria e Financave për shkak të afateve, për shkak të sipas të cilave duhet të kalojnë bartjen e mjeteve dhe për shkak të obligimeve të mbetura të komunës. Unë konsideroj që nuk paraqet ndonjë problem, keni të drejtë, është thirrë nga kryetari sepse është vlerësuar dhe është personi kompetent për me thirrë këtë seancë. Megjithatë, konsideroj që janë gjithë personat përgjegjësuar që mund t'ju japin informacione për secilin detaj që ndërlidhet me projekte të caktuara, bartja e mjeteve për të cilat është menduar të realizohet sot nga ana e Asamblesë Komunale. Drejtoresha e Financave Valmona Makolli theksoi nevojën e bartjeve të këtyre mjeteve, duke deklaruar se kompanitë e kontraktuara për projektet e Prishtinës mund t'i dërgojnë tek përmbaruesit. Projektet të cilat janë futur në këtë bartje të mjeteve janë obligime që operatorët janë të prit me bë pagesat. Çka ndodh nëse nuk votohet, nëse shtohet pyetja, çka ndodh nëse sot ju me votën juaj nuk e votoni, të gjitha operatorët kanë prit këtë ditë dhe do të shkojnë me përmbarime me marr. Edhe do të presin se së di kur aprovohet buxheti, edhe kur kanë mundësi mi marr obligime që veç për secilën, po për çfarë po luti unë që ju me votue. Bile që të pjesën e obligimeve të vitit po 2024 dhe fillim 2025 t'i bojnë pagesat t'i realizojnë. E Asamblesja e AKR-s Gëzim Mehmeti tha se për shkak të kësaj situate komuna ka mbetur pothuajse pa buxhet. Prishtina është pa buxhet, Prishtina s'ka buxheti 2025, nuk është aktual, Prishtina është drejt
rrethanave alarmante sa i përket buxhetit. Do të thotë, ne jemi në ekonomi thuajse drejt bankrotit. Nuk mujna me ikna përgjithësisë. As unë, as njëri për juve. Pas pritjeve për ardhen e kryetarit në seancë, VV lëshoi sallën. Sofia avokati Tina Leodreme dhe kisha lutë shumë mos me folë këtë folë jone. Gëm, kape mikrofonin folë sa dush. Edhe vazhdoj rrit, të thu vazhdoj. Del dash me dalë, mos dash rrit. E gjatë kohës që PDK po lëshonte sallën me kërkesën për pauzë, pati momente tensioni mes asamblisë të AAK-s, Bahri Gashi dhe atij të PDK-s Leo Trimret Koceri. Nuk jam, Aleoza nuk është për pauzë, Aleoza mënasit me vazhdu e seancën. Në mungesë të quorumit, Komuna e Prishtinës po dështon për të disatën herë mbajtjen e seancave të kuvendit, si ato të rregullta, po ashtu edhe ato të jashtëzakonshmet.